Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga shtunë 14 qershor 2025. Dashi. Stresi e bën veten të ndjerë dhe kështu që në këtë moment mund të rrëshjas, mund të ndodhë një moment tensioni. Momente të mundshme keqkuptimesh të vogla, të doni të rahni grushtat në tavoline. Demi. Dita është e mirë, por nuk ndiheni në ambientin e duhur. Koha e mirë për ata që bëjnë zgjedhje, por e kaluara duhet lënë mënjan. Binjaket. Sot ndiheni pak të përgjumur për shkak të temperamentit tuaj të gjallë, të ndezur dhe të ri. Racionaliteti nuk paguan në dashuri. Gaforja. Pasdite do të keni një konfirmim të mirë, pranoni ftesat edhe për një mbrëmje, ndoshta një lajm i mirë është në rrugë e sipër. Sfera e kënaqshme sentimentale. Luani. Shëndet i mirë, fat, aftësi fizike dhe vrull emocional. Sot ju mund të ndryshoni drejtimin e jetës tuaj, qoftë edhe pak, por në planin afatgjat mund të shihni rezultate të mëdha. Virgjeresha. Ditë e ndershme, edhe një herë duhet durim edhe në shtëpi. Ju duhet të dëgjoni të tjerët dhe të flisni pak nëse nuk doni të krijoni konflikte të panevojshme. Peshorja. Ka një dëshirë të madhe për të dashuruar, për të takuar, për të rizbuluar një pasion të humbur. Në familje do të jetë dhe mundur të konfirmoni idetë tuaja. Akrepi. Mirë nëse duhet të përballeni me një njeri ose ndoshta t'i deklaroni dashurinë tuaj. Ju filloni me vendosmëri. Shigjetari. Dëshira për të dashur, për t'u përfshirë, të gjitha historitë e lindura muajt e fundit janë të rëndësishme. Dikush do të bëjë një zgjedhje, ndryshime. Britsjapi. Shkathtësi dhe freski e mirë fizike, ndiheni të stimuluar për të qiruar nga disa detyra që ju kanë dhënë mjaft probleme dhe shumë për të bërë, veçanërisht kohët e fundit. Ujori. Ndiheni më të lodhur, kësaj here nuk do të pranoni përjashtime, nëse një histori ka vazhduar për ca kohë do të dëshironi që dikush t'ju bëjë një propozim konkret. Ndonjëherë nuk ndjeheni plotësisht të kuptuar. Peshqit. E bukura është se ju reagoni më mirë ndaj provokimeve të jetës dhe se disa tensione që dukeshin të pakapërcyeshme në të kaluarën tani janë lehtësisht të menaxhueshme. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.